Qa kënaqësie tek ky live stream në Muza në Panajir më është bashkuar Alba Ruço. Alba, faleminderit që erdhe. Mirë se gjej. Dgjoj, ne kemi 14 vjet. 14 vjet. Unë kam intervistuar të 14 vjet përpara dhe kam intervistuar për një arsye. Kur bëja programin e mëngjesit flisnim për gurët e çmuar, për mënyrën se si në industrinë shqiptare të bizhuve edhe argjendarisë si profesion, ne kishim filluar të prodhonim atë që quhet marka Brandin Albania. Dhe ti flisje për herë të parë atë. Sapo kishe nisur shkollën. Sa vite kanë kaluar tani? Tani kaluan shumë, no? Edhe ne kemi ndryshuar, kemi evoluar. Po që atëherë mbaj mend fytyrët e tua, në fakt ishim kryesisht për diamantin, se në fakt 14 vite përpara njerëzit akoma nuk e kishin aberin nga gurët e tjerë të çmuar. Fare. Dhe duke qenë se na ke ndihmuar edhe të prezantonim diamantin, që atëherë u kultivua një kulturë e përgjithshme që diamanti. Tani jemi mbas 14 vitesh ku situata totalisht ka ndryshuar dhe diamanti ka pësuar një ndryshim, evolim dhe gurët e tjerë të çmuar janë në rritje. Themi gjë. Çfarë është një gjë që e kam menduar gjithmonë? Pirro si argjendari, në mendimin tim, shumë sinqert është një krenari kombëtare. Shumë faleminderit. Për një arsye, po ta them pse e mendoj kështu. Natyrisht që ka shumë brende sot të argjendarive, të cilët më së shumti sjellin jashtë. Ti ke edhe brende të huaja të cilat e kanë përfaqësinë dhe distributorin këtu. Ajo që unë mendoj që është e jona dhe është krenari kombëtare, sepse ne jemi qasur botës pas një lloj kompleksi që jemi të mirë si ata, është argjendari Pirro. Dhe është Pirro Ruço në fakt, i cili kur nuk hoqi dorë me idenë që gjëja e bërë këtu dhe e jona është ndoshta edhe më e mirë se ajo që çmojmë jashtë. Dhe do vlej. Por ama për të ngritur këtë emër është dashur shumë punë dhe duhet shumë punë për ditë, duhet konsistencë. Po. E ndjeni ju tani këtë që me botën jashtë, me një kompeticion i cili rritet gjithmonë më shumë. Ju s'do duhet të jeni vetëm një argjendari lokale. Do të gënjeja nëse do thoya nuk e ndjejmë, sigurisht që e ndjejmë. E ndjejmë një kompleks, siç e ndjejnë gjithë shqiptarët kudo që shkojnë fundi fare, dhe të jemi të sinqert për këtë. Por unë jam shumë krenare për babin ton, se ne jemi 2 vajza, jemi shumë krenare për babin ton sepse ai kudo që shkon me kokën lart. Dhe nuk i intereson fare se kë ka përballë apo sa miliona apo biliona mund të vlej personi përballë, sepse ai në shpirtin e tij vlen aq sa mendon ai që vlen. Dhe koha ime, thot, vlen më shumë se sa atyre, sepse me kohën time unë di të bëj ëndrrën dhe kreativitetin tim. Dhe siç është dhe shembulli i asaj broshurës që ti ke në dorë, të orës. Fantastike. Kjo është punë 7 vjeçare ku unë kam pas fatin të jem në Basel World para se të falimentonte në pandemi, bashkë me Timac, dhe më tha vetëm një fjali, që unë sa harroj, tha unë do bëj orën e parë shqiptare dhe do ta bëj shumë të famshme. Këtu bëhet fjalë në 2014-ën. Edhe unë ishte një vajzë shumë e re atëre, që u kemi folur bashkë dikur. Nuk po them ishe mosbesuese, po e mendoj. Gjithkohës mosbesuese. Gjithkohës mosbesuese, jo vetëm unë, ne të gjithë ishim mosbesues dhe tham, okay, ëndrat e tua, gjithmonë ti na fut në këto. Tani le të jemi të sinqertë, nuk është e lehtë në Shqipëri me një ambient që ne jemi, me gjithë të trysnime, gjithë të presion që njerëzit të vijnë nga pas që u bëre këtije, etj. Me një biznes që ka nisur nga survival, nga mbijetesa, sepse Pirro ka qenë një histori, ka qenë një përndjekur. Nuk i është dhënë drejta shkollimit në kohën e komunizmit dhe ai që të merrte të drejtën e shkollimit bëri kokën e Enver Hoxhës për unaz në gishtë të vogël dhe në një spil. Dhe aty pastaj talenti i hapi rrugën. Po, kështu filloi e gjitha sepse ai e mori të drejtën e shkollës nga një spil që bëri me enamel të kuq. Dhe që atëre ka qenë gjithë kohës njerëz që i vijnë dhe i thonë jo. Dhe Pirro sot e kësaj dite ja ka marrë dorën, mendoj, sepse mendon që sa më shumë njerëz i thonë jo, dhe mos e bëj, aq më shumë kthehet në forcë dhe në një motivim për veten e tij. Shive, ju jeni vajzat e babait tuaj, që do thotë në thelb diçka trashëgohet. Ajo që mua më bën përshtypje është që gjithmonë më shumë kur një brand rritet, një kompani zhvillohet, ka nevojë për njerëz të rinj. Unë e kuptoj brenda familjes, por
ju s'mund ta mbani dot brenda familjes, pra bëhet më e madhe kompania se vetëm një familje. Ne jemi goxha edhe tani që flasim. Ku i gjeni ju artizanët, ku i gjeni ju ata që janë specialistët që punojnë me ju? Kur gjithmonë e më shumë gjërat e dorës janë duke, pra kush merret me gjërat e dorës, duket sikur po rrallohen profesionet që bëjnë gjëra handmade. Sot industria ka bërë këtë gjën e vet. Atëherë, le të themi diçka, industria ka bërë gjën e vet, ne kemi ecur me hapa galopant në teknologji njëherë. Okej. Kjo është çfarë duhet Pra ju keni theksuar. investuar paralelisht tek përveç të burimeve njerëzore dhe tek industria teknologjike. Sepse Piro, përveç faktit që është artist, është inxhinier mekanik dhe është një inovator i famshëm dhe vizionar që beson gjithmonë se teknologjia ne na parakalon. Se ka keq në një pikë. Se ka keq, por e mbajmë gjithmonë pjesën e punimeve të dorës dhe human touch, prekje njerëzore. Ne sot që flasim jemi një kompani e vogël për botën, por e madhe për Shqipërinë, sepse jemi 51 njerëz. Okej. Dhe 51 njerëz të mbash një industri të tillë që punon zinxhir nga A-ja te Z-ja është shumë e vështirë. Unë gjithmonë sa kur kaloj tek flagship store juaj, që hedh një sy dhe shoh gjithmonë aty, them me vete, pse nuk janë hapur? Pra pse nuk janë shtrirë këta në dyqane të tjera? A ka një plan zgjerimi, ekspansioni, Alba, apo do rrini vetëm aty? Dhe aty është Piro dhe do mbetet ikonik aty ku është. Tani jemi fokusuar që t'i bëjmë gjërat shumë mirë, no? Edhe që t'i bësh gjërat shumë mirë, ti e di shumë mirë dhe gjithë shqiptarët na kërkojnë ne. Kur vinë aty ne duam të jemi pjesë, ne jemi pjesë e shpirtit, pra është një kompani familjare dhe na kërkojnë që ne të kujdesemi për detajet. Dhe ta bësh këtë gjë në një zgjerim është shumë e vështirë sepse prap duhet të jemi ne. Tani ne kaq jemi dhe normalisht duhet të hapemi më shumë dhe duhet të zgjerohemi, por me hapa shumë të sigurt. Se ne 30 vjet kemi që jemi kompani. Dgjoj, po ta shofësh një pikpamje shumë afatgjate, ndoshta ti do thuash 30 vjet janë pak, se mendojnë që brendi mund të bëhet edhe 100 e sipër. Ama po ta shohësh nga perspektiva tanishme, 30 janë shumë dhe është një histori që po çfarë vitesh kanë qenë to? Vitet vështira natyrisht. 30 vite. Dhe dua të mbetem pak te kjo ora. A është kjo një pasaport për Piron si brand për, le të themi, qëllimet për tregun e huaj? Sigurisht që është dhe për këtë qëllim punoj kaq shumë kohë dhe kaq shumë vite për t'i treguar botës se çfarë vlerash me çfarë vlerash vinim ne dhe përfaqësoheshim ne. Ne në fakt ndodhëm në një situatë të papritur kur kjo orë mori një jehon që ne nuk e dinim ç'do e merrte. Dhe dua ta theksoj sepse ndoshta ndonjëherë njerëzit mendojnë që ne kemi paguar marketing ose kemi bërë namin me botën, nuk është ky rasti. Kjo orë bëri vetë pasaportën e vet dhe eci me këmbët e veta deri në atë pikë sa ne jemi sot mbas 2 vjetësh që bë ora dhe prap flasim për këtë orë. Kjo orë na dha një njohje ndërkombëtare dhe unë në çdo panajër që vizitoj sot apo në çdo konferencë kur i tregoj orën e njohin. Pra e kanë, sepse është një gjë që është shkruar dhe folur shumë. E kanë shumë të parë. Alba, me sa kuptoj unë, siç ma shpjegon ti babi që nga ata tipat që Zoti shtofti natin se bëka punë të mira. Pas kësaj çfarë vjen? Se gjithmonë ti thua që, okay, kjo është, po kur arrin këtë stad, a pas ka një gjë më shumë se ka? Do të zbuloj pak, po. Tani, babi është futur në një botën e vet, kreative, që nuk do fare ta pengosh, apo ta pyesësh, apo ta dyshosh më se gjai tregoj provat. Pra Piro bën si virtuozët, mbyllet edhe nuk do ta... Mbyllet, sinqerisht, mbyllet dhe nuk i thot asnjëriut, përveç se një departamenti të vetën që është i besuar dhe i vogël, se çfarë po bën aktualisht. Ne e dim që po merren me orat dhe kaq mund ta zbulohet. Pra është fokusuar tek orat. Po, sepse ora për Piron sot është artizanati më i lartë, mjeshtëria më prestigjioze që ekziston. Wow. Dhe në fakt në fushën tonë është. Pra nëse ne flasim për bijuterinë jemi në një nivel, por nëse flasim për orat, do të shkosh një shkallë më lart. Është shumë shkallë më lart. Alba, unë të falenderoj që erdhe. Ishte shumë kënaqësi që të rigjeta. Domethënë kur më thante muza që vjen Alba Ruça, thash okay.
Jemi rahat. Jemi rahat. Faleminderit shumë edhe shumë suksese Faleminderit me edhe nga punën ty. tuaj të përditshme, po natyrisht për një gjë që unë prap ta mbyll ashtu siç e nisa, unë mendoj që Argjendari Pirro është një krenari kombëtare. Në një sens do duhet që në një mënyrë apo në një tjetër ca gjëra t'i themi kështu siç janë. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Alba, Majsi. respekt e zemër. Faleminderit shumë.